Mavia më ka vjedhur mua ngjyrën, kryemadhi flet pas daljes nga SPAK, mos ngatroni Metën me Veliajin. Pas paraqitjes së saj në SPAK, në zbatim të masës, detyrim paraqitje, Monika Kryemadhi foli për mediat, e veshur me rroba ngjyrë Leila, ngjyra e Partisë Socialiste. Kryemadhi tha se kjo ishte zgjedhja e saj e qëllimshme. Kam edhe thonjt, bile se kam me për zgjedhje. Mavia ma ka vjedh mua ngjyrën, tha Kryemadhi. Mëtej ajo pyet nëse para se të hynte në SPAK po fliste me Metën. Gjithashtu ajo tha se po fliste me fëmijët e saj dhe se nuk ka komunikim me Metën. Kryemadhi kërkoi që të mos ngatrojnë Metën me Veliajin, pasi sipas saj Meta nuk flet çdo ditë me stafin e tij siç bën Veliaj nga burgu. Po flisja me fëmijët e mi para se të shkoja në SPAK. Ju e dini shumë mirë që unë nuk komunikoj me zotin Meta, por zoti Metën mos e ngatroni me Erion Veliajin që flet çdo ditë me stafin e tij dhe u përgjigjet edhe komentuesve, tha Kryemadhi. Kujtojmë se GKK ka caktuar ndaj Monika Kryemadhit masën e sigurisë detyrim paraqitje, pasi po hetohet nga SPAK për 3 akuza: pastrim parash, korrupsion dhe mos deklarim pasurish në lidhje me dosjen e Çezdia dhe lobimin e LSI-s në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po këtë dosje po hetohet bashkëshorti i saj Ilir Meta, me cilin është në proces divorci. Aktualisht Ilir Meta ndodhet në qeli, pasi ndaj tij është caktuar edhe masa e sigurisë arrest me burg.